Një grua normale mund të tradhtosh, po jo në këtë formë të tillë. Pra kur e desha. E kishim bërë me plan para kohë. E nga ky personi ka pasur shumë çfarë. Po përleshëm pak aty. Njeriu jeton për një fytyrë dhe për një model, më kupton? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund të hap dritaren për një të ri. Ai është baba i një djali 6 vjeç, quhet Adiel dhe është nga juglindja e Shqipërisë. Adiel i kërkon të hyjë këtu në live me Odetën pasi përpara disa kohëve, përpara disa muajve më saktë, ish gruaja e tij Elidona Keqo ka qenë me mua, e cila ka rrëfyer historinë, martesën e saj me Adielin dhe tradhtinë bashkëshortore. Adieli është duke më pritur, por përpara se t'i hap dritaren dhe t'aftoj, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër, momentin kur Elidona Keqo ka qenë me mua dhe rikthehemi. Erdhi dikush në shtëpi, edhe kishte marrë fotot mia në Facebook, edhe vjen në shtëpi, ai nuk ishte edhe aq mirë, domethënë kështu. Ishte i pirë, ishte në efektin e drogës, siç na tha policia. Pastaj i thot vjerritim ka marrë të manusën e djalit. Por keni komunikuar bashkë ndonjëherë me njëri tjetrin? Po kam thënë si miq, nuk i kam thënë asnjë gjë tjetër. Kupton, as për takim, as për kafe, pas asgjë. E kuptoj, por çfarë të lidhi ty me këtë person? Si e njohë ti në Facebook të? Të dërgoj ky kërkesë, i dërgove ti, më si e njohë? Se tani çdo njeri që na dërgon ftesë ta pranojmë. Në TikTok. Më dërgoi, më shkruaj ti në TikTok edhe pas e kalon nga Facebooku. Po jo, asnjë gjë kështu të keqe, asgjë fare. E kuptoj, por ai TikToku ka marrë në qafë shumë njerëz. Është një ndër rrjete sociale që nuk e di çfarë të them, çfarë bëhet në atë rrjet social. Je një grua e martuar, je nëna e një djali, po të flas sikur të jemi dy shoqe të ngushta. Ç'të lidh ty me një burrë të panjohur, ta njohësh TikTok, të shkruash në Facebook, ndërkohë që ti mund ta kesh bërë pa të keq, po e shikon çfarë të ndodhi? Ai të shkatroi familjen sot. Po, ke shumë të drejtë. Dhe kishte thënë burrit jam tash sa fola me te, po pinte kafe. Për mua, unë as nuk kam folma, e kupton më dita. Por këtë dhe më të në ka hyrë ajo grindja, ajo sherë që kërko burri divorci, e burri kërko të mbaj djali, kam në shumë 5 vjetë bënë të torë. Por burri ty vetë çfarë të tha? Po i ka nga shtëpia, thot, është nga cëllu, i ka nga shtëpia, djalin të të mbajnë me gjyqë, se... Do më çfarë ke menduar, do ikësh nga shtëpia? Dhe ta nuk do më ka thënë, ikën nga shtëpia. Këto ishin disa nga momentet kur Elidona Keqo, që nën e re, ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar gjithë historinë dhe marrëdhënien që kishte me Adielin. Adieli sot kërkon të reagojë, kështu që hap dritaren dhe ftoi më njëherë për të mësuar se çfarë ka ndodhur. Adiel, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta. Uroj të jesh mirë. Shumë faleminderit, gjithashtu. Mirë, unë e respektoj vendimin tënd, ti nuk kërkon të dalësh sot me imazh, pasi sigurisht jemi një shoqëri paragjykuese dhe kjo është një ndër arsyet kryesore që ti sot kërkon të jesh me kurrizë dhe të shprehësh problemin tënd dhe të kërkosh shëndim. Adiel, unë përpara disa kohëve kam qenë një live me ish gruan tuaj, Elidona Keqon. Po. Ju e keni para të live dhe ajo ka treguar aty edhe tradhtinë bashkëshortore. Po, e vërtet. Është hera e parë që ti vendos të reagosh pas atij live-i si ish bashkëshorti i Elidonës. Po, shumë e vërtet dhe sepse jam njeri që ditë falë, ditë punoj, desha dhe një familje të fortë, pikërisht, më kupton. Por unë dua të të pyes, çfarë ndodhi pas atij live-i dhe deri ditën e sotme që ne po flasim të dy? Pas atij live që bëri ajo, nuk ndodhi ndonjë gjë e çuditshme, thjesht unë e këshillova atë për pjesën e familjes, sepse ajo është pak naive, ashtu siç e ke njoftë ti, dhe gënjej nga fjalët e bukura. Pas jetë ndodhi thjesht për familjen i fola, pranë punë desha. Nuk i thash asnjë fjalë të keqe asgjë, dhe ndonjëherë që të ndonjë fjalë kërkojmë falje.
Mirë, por nga i moment deri në shkurt të këtij viti, gjërat ishin shumë bukur. Pastaj çua për ditëlindjen në shkurt. Po. Çua për ditëlindjen e baba i vet, dhe baba i vet e mori dhe çoi diku tjetër. Që në shkurt të këtij viti. Si e çoi diku tjetër? Ku e çoi babai? E çoi në një burg tjetër. E kishin bërë me plan para kohë. Do të na i futën fikën brapa shtëpinë, na prën vesh. Atë kështu ka arritur historia. Po sa rita kuptoj, si një baba të marri vajzën nga burri i parë dhe ta çojë te një burr tjetër. Po, pikërisht kështu ishte. E shpuri babi im, e shpuri deri në Tiranë. Në Tiranë e priti vjeri, ishte edhe ere pare në fakt, do shkoj për ditëlindje. Dhe e mori, i kishin kopsitur gjitha gjërat, dhe e mori çovi në një burr tjetër, që në shkurt. Si ka qenë jetesa jote aty? Si jo dha që mirë dhe të. Bënd të gjëra, të rritëm deri në 2 të natës, nuk vitëm në shtëpi. Shkon të atje merti. Nuk më ka dhënuar. Të them të drejtën, pa më kërkon të lekë tetë. Të kërkon të ty Dhe lekë? më ka futur në shet me familjen e ti, kur unë kërkusha lekë këtyre. Se ku të gjë unë që s'punoja. Jepë 2.000 lekë, jepë 500 lekë për cigarë. Ashtë 38 vjetë dhe ta qojë dhe më thanë në gruat, sa të më shkojemi në për kredira, nuk e ditë. Dërsa me detyron të hajde të hikim të marrin kredi. Varsën 2 herë. Kam pas 3 unazari, se vetëm këtë me emrin e djalit që e kam që se heqë. Nuk e jaja, por një ka shqitur, pëse të me gënjë. E ditë edhe familja vetë edhe familja imi. Në lotë, luan. Bilita sporti, me shok, pim, birë, ka këshu gjërasht. Vjen një pirë, ja. Ndërsa në mars, Editona, bashkë me personën shkojti ke komë urdëndojtë në Bore. Këtu e kam pikërisht problemin pak, se kam urdëndojtë s'po me i futë fikë pas shpinë dhe shkili besimin, dhe ta më kupton. Njeriu jeton për një fytyrë dhe për një somde, më kupton. I qartë, por edhe po shokohem ma djelë teksa po të dëgjoj dhe po marrë fen këtë histori të ish bashortes tënde. Le të themi që ti e fale për atë që ajo kishte bërë dhe vendose mos ta shkatroje familjen për hir se kishte dhe një djalë të vogël. Po, a shumë vendosa, po ajo fillon me bisedon dhe me njështë tjetër dhe kështu ndodhi. Pikërisht nuk e pratoj fakt, një skana, se secili ka jetën e vetë, dhe ajo t'jetë në lumtur, të ketë më kupton. Por problemi është diku tjetër tani. Atëre, çfarë ka ndodhur, Adjel? Ajo iku me idenë se do festonte ditëlindjen e babai, por gjeti një burr tjetër dhe ty të braktisi. Po, s'ka problem, në rregull ka jetën e vet, por problemi është ke fëmija tani. E përdor fëmijën është mase. E shkon si opcion të fundit fëmijën, që na plagos ne, sepse njerëzit e do, kështu të veprojnë. Në ç'kuptim një nën përdor fëmijën? Nën përdor ma gjithçka që të bëhet gjëra më interesante. Mirë, po gjithçka që kanë bërë jam shehur, se përballë, as në gjyq, as dikuni. Elidon, ju jeni në proces divorci apo ende s'ka nisur procesi divorcit? Edhe kjo më prishun punën edhe për arsyeën e djalit, sepse djali ka nevojë për vizita, ka nevojë për ushqime, ka nevojë për dashuri të prindërve. Mirë, por divorci mbarovi. Divorci ka ndodhur? Divorci mbarovi u bërë 5 gjyqe. 5 seanca gjyqësore. Kur ma fshevi djalin disa herë, s'ma nxirrte, vetëm njëherë kam takuar burrën me ndihmë sociale. Dhe ndihma sociale në burrën faqe është i afruar me babën e vet. Edhe një këtu në Korçë para një muaji. Por, Adjel, të lutem, mund të më tregosh çfarë vendosi gjykata për djalin, sa vjeç është djali sot? Një ditë ai 6 vjeç në datë 17 tetor. Dhe një foto të djalit më dërguan, në këtë moment që flasëm ka mua nuk e di djalin në kam. Kush është ushqen, kush është në vetën e mëngjes, kush është në kopshit, kush i bën analizat, kush apo çumshin e vetës, kush apo blen mjaltin, kush do të thekë të bukura. Sepse ai ky person që ka ndërhyrë këtë jetën time, le të vazhdoj jetën me këtë, jenë të lumtur, por po e përdorim djalin, sepse ai vllaja ime është edhe pak nga pjesa e shëndetit nuk është mirë, më kupton. Si ta kuptoj këtë që nuk është mirë? Sepse kjo e përdor këta, ja ti përdor të birë dhe kjo e përdor djalin kundër nesh. Edhe kënaqin të lumturohen. Sepse ai s'ka punuar as ditën,
është mendim ekonomik e shtrajtuar në Burel për pjesën e pastësisë, është trajnuar, do të thënë ka kapur kjo kategoria, ky neni, ky ligji shqiptar, e kupton, me kategori siç janë pjesë e njerëzve. Adjel, ti po më tregon se ish gruaja juaj Elidona ka probleme? Po pikërisht nuk ka punë rastet e ndisë, se ka marrë në shtetit, e ka provuar, nuk punon, do t'unë e pranova shumë si ishte, s'ka problem se besën e vetë, ja. Edhe Zoti kështu na ka bërë, dhe ta nuk ne jemi të njëjtë të gjithë. Ditë të falem, ditë tolerojmë. Po pranon një gjë në fillim pranon, ashtu është caktimi i Zotit. Por jo t'i bëj këto gjëra të tilla, sepse unë qëllimin e kam në fëmija, kupton. Pasi shpita që na i futën brapa shtëpinë, fjalë e keq akuzat, sharje, e nga ky personi ka pasur shumë sharje. Por të lutem. Me qëllim sidomos vetëm të djali. Të lutem. Se gjatë po jemi, ka sarojmë në jetë. E kuptoj, e qartë. Më lejo të bëj dhe pyetje Adjel që të më kthesh përgjigje dhe ta kuptoj më qartë historinë. Në momentin që ndodhi divorci, çfarë vendosi gjykata për djalin? Besoj që kujdestarin e mori nëna, po ty çfarë të drejtash të la? Dëgjoj, këtu nuk vi dakord për faktin e vetëm. Pse? Nuk vi dakord, sepse ky personi që më ka sharë mua, ka shumë muaj, se por e sulova unë që thoshte djali, babi më merr deri në qeshor, por i të viti. Kur themi ky personi bëhet fjalë për burrin e dytë të Elidonës, ish gruas tënde. Po, që jeton, që më në shumë të lindë e bashkëjeton me këta, përderisa me mua ishte martuar. Kur s'ka pas as unë, as e jam me fakte me prova të gjitha. Edhe uli me mbrojtje që mori pa fakte pa prova. Ky personi mua tash, ky më dilte me telefon që kam bler unë. Unë se ish gruas që të flas me familjen time, me djalin. Kjo ka marrë djalin telefon nga dora dhe më ka sharë nga kështuar. Që kam ka rritu djalin. Për ka sharë nga kërcenuar, me nën, me babë, me motë. Kush ishte ky që më fut njëherë? Kush më përsjesi për të person më kupton? Plus ka qenë prezentet e djalit. Më ka thënë në kam ca foto që i kam bërë, djali ka pasur qytetëzira, kishte gjykata në Korçë. Kam edhe foto që vjetë dhe parë vjetë djalit tim, duke të shqeqen sytë, faqet e kuqe, e shqezuar i lumë. Nërsa në këtë rast ku kam folur unë i ka pasur sytë nxehta djalit. Ai më ka sharë, më ka akuzuar në sytë të djalit tim. Shumë e. Nërsa kjo ish gruaja, kjo s'ke vrishë më ka. Çfarë janë ta njerëz, sot ka kanë ta njerëz. Edhe për faktin e vetëm që s'mundet o gruaja, edhe ky person s'mund ta rrit fëmijën tim në shtëpi e vet. Sepse unë kam mësuar historinë. Ky ka një histori të keq. I ka marrë të danë gjitha. Ka një grua të shkëlqyer, kam një zhdar nga gruaja ka fëmijë, 3 fëmijë të rritur, për punë, më kupton. Po të dëgjoj. Fatën dhe vjeçka, ka një grua të shkëlqyer. Ky po t'isha që denjë për familje, i drejtë dhe punëtor, dhe familja, që mund të mandë familjen e vetë. S'ka rëndësi problemet e tyre. Po, s'mund të bëj fëmijën tim, por ka një histori të keq. Po s'mund të dalë sot ky fëmijës tim, do të takosh mua pastaj fëmijën tanë. Kush është ky person? Nga herë, unë kam denoncuar në Durrës e në Korçë. Pra, ju po më tregoni që personi që është martuar ish gruaja juaj ka lënë dhe ai gruan dhe është martuar me Elidonën. Po, ish ndarë, ka 3 vjet. Ka qenë ndarë, pikërisht. Këtë histori që ka ky person, s'mund të rritet fëmija ime shpirti. Plus ai është ti pastaj, është edhe diku shtipe. Si ka mundësi zonja Votita? Të rrit djalin me mua kur jam fizikisht i fortë, unë punoj. Sa Shqipëri, sa Greqi, babi, mamane kam shtëpinë e kemi. Djali nuk ishte në mirë, djali nga shëndeti. Edhe zonja psikologe e pyeti djalin, i kishin informatat e nga Boreli që është ngjitur me babën e vet djalin. Ka shumë muaj se kishin takuar, se ne fshin, akoma sot se diku është. Zonja psikologe thotë deri ditën e fundit që Elidona më ka thënë nuk punon dot. Po verifiko, po nuk punon dot, se është me prova me fakte. S'punon dot. Një femër, një 28, 27 kg peshë nuk punon dot. Ka probleme shëndetësore. Plus edhe djali. Zonja psikologe ditën e fundit e deri, është marrë me punë. As i dokument. 5 herë nuk erdhi në gjyq. Për çfarë sy e vuri një dokument të djalit që ka bërë vizita nga muaj shkurt deri në muaj nëntor, për këtij viti, nuk ka një dokument që ta shkon në gjykatje. Kjo zonja psikologe ku bazua që kjo punon, kjo e mban djalin. Po ai s'po ta marrë në qenë s'po punon, nuk justifikohet njeriu me një punë, po nuk punon dot, unë e di shumë mirë, se po të punon tek shamar me vete, ai s'po ta marrë në qenë zonja Odeta, ku do ta mbaj atë fëmijë? Do ta mbaj ky personi që më shan mua, që po fjalë keqe në sudjari tim kupton. Që më shan mua edhe ky vajt tim ka shan. Nënë baban moto, po shi futi këta. Si me telefon tim më shan ai mua.
Adiel, të lutem, po ky person ç'lidhi, pse do ta bëj një veprim të tillë, ti ishe duke folur me djalin tënd në telefon? Pikërisht, ja ka dhënë telefonin muaj ai me këtë, që të bëj presion, ti shkaq. Ti nuk arrite dot të flisje me ish grua, se kjo nuk është serioze. Ty me Elidonën përjetësisht do të lidhja ai fëmijë. Pavarësisht se ti jeton tënde ai jetën e saj. Vetëm për tani nga përmohet. Kishte jetën unë jetën, po ta logjikojmë që po është gati më mirë. Mirë, po ajo nuk u ka bërë për gati më mirë, vetëm me fakti që ka të shumë masaroj, të thënë. Ka të shumë masaroj, të nga vetja, që në fund të fotja kush është ky. Ose të bëjnë në një gjë, jo të drejtë që po fundojnë burg, apo se këto kanë qëllim, ata si komitete. Adiel, të lutem, mund të bëj një pyetje? Qëllimi që janë dhe kanë për djalin që ta marrin. Ai ka qëllimet e veta, po çfarë syete ka qenë fëmijë ti? Pa nxjerr aty në qytet e dyrt në Durrës. Edhe kjo gruaja ime e thoi që të marrë ndihmë ekonomike, se ka janë trajtuar ndihmë ekonomike gjithmonë. Gjithë jetën. Edhe vullin e bëjtë që mori pa fakte, pa provo. Dhe ndalemi pak. Adiel, të lutem, mos t'i kalojmë gjërat, ndalemi pak dhe ti një nga njëti mi thuash. Të lutem, ju e dini që djali jeton në Durrës me nënën dhe partnerin e nënës? Po. Ti nuk ke mundur do të udhëtosh nga Korça drejt Durrësit për takuar djalin? Kam vajtur 2 herë në bashkia e Durrësit, kam vajtur dhe në sociale e fëmijëve. Po. Po më bëra gjyqi, pa që më i gusht. Dhe sociale ka marrë telefon ka thënë nga burek. 2 herë, sa është bërë mundur, ndërsa në burek më kanë thënë që po e kam marrë telefonesh në Durrës. Ndërsa në prim kur vajta më tha jam në punë, jam Tiranë, fjalë të tilla. Ti sot ke kontakte me ish gruan tënde? Fare se sot prish kontakte. U prishën dhe nuk e di djalin më tha. I thashë psikologës thoi që nuk u ka shari asgjë. Pasi gjithmonë vetë kanë nisur që kanë shar. Po nga shati familjen, edhe ky personi, kush është ky? Mban gjësi njëri, kush e dha telefonin? E ke denoncuar këtë person në fjalë që të ka ofenduar dhe të ka kërcënuar dhe mbi të gjitha ka përdorur një fjalor jo të denj para një fëmije 6 vjeç? Shumë e kam denoncuar në Durrës në datën 22-23 korrikë një deta. Po. E kam denoncuar në datën 8 gusht se më shfaq prapë datën 1 gusht ai. Edhe unë fillova po personalisht me ata, çdo me fëmijën tim, vetëm fjalë të tilla, s'kam lidhje me prindit apo me njerëzit aty fare. Në datën 8 gusht të këtij viti ka denoncuar në Bilisht. Pastaj në datën 21 tetor, para një muaji, bëm takimin e vetë në Korçë. Po. Unë psikologja ime, unë i bëra gjitha pagesat, edhe midis fëmijës unë dhe që e bëra të lidhjen psikologja më kupton. E qartë. Të tip atë verdiktin final, ditë që u bëj gjyqit datën 19 para 5 ditësh. Mirë kalovi, po zojmë psikologe i thashun para një javë që mos më vija i person, sepse ata të më provokojnë. Unë duhe lartë, s'ka lidhje me fëmijën tim të tatë, më kupton. Ai ka fëmijët e vetë, tash, mos psikikime. Ja, disi më rogë intervista me fëmijën, me psikologin ndodhi një incident i vogël, një konflikt me këtë. Pse? Midis mua dhe atij. Që çfarë ndodhi konkretisht? Ndodhi, u përleshëm pak aty, e sulmova unë, sepse kishte bërë shumë xhiro aty dhe më provokove, momenti fundit. Dërsa fëmia nuk ishte aty prezent, ishte me psikologin akoma. Ishe ti pa një djel që në gjakzësi si për e godite, apo ai? Unë e godita sepse njërësimi dhe durimi ka thënë. Në policiet e Moncova, ka polici këtu se dhe ka kur vete unë them që se gjetë djalin, po s'ka polici këtu me ta marrë në telefon ku është ti djalin. Policia, çdo polici thonë gjyqi. Po gjyqi mund të zgjatë 2 vjet. Diku djali rrezikohet më person. Dhe ndodhej konflikti, dhe ndoshta prinate ka bërë zonja psikologe. Po unë s'jam dakord. Sepse mendimin që mori ajo, në bazë psikologjike që mori mendimin gjykata, unë s'jam plotësisht dakord. Sepse unë ata e bëra për djalin ti, për nënën time, për baban, për veten. Çdo njeri çu do reagojë. Te s'ka mënyrë tjetër. I dashur Adiel, unë e kuptoj që atësinë e të rinj që mund të gabojë, por janë gabime të cilat pësojnë. Adiel, të lutem, çfarë ka vendosur gjykata në divorc, çfarë të drejtat ka dhënë ty si baba? Të drejtat e takimit? Unë nuk i pranoj këtë gjë, ajo e dha vendimin
Në momentin që gjova vendimin për ata ndola me gjykata, nuk e gjova deri në fund. Edhe avokati më tha që pas një muaji dhe vendimi plotësisht. Por avokatit ka njoftuar që ka vendosur gjykata? Po, më njoftovi, të drejtë e takimeve, si gjithmonë që bësh çdo baba, më kupton. Po, të drejtë e takimit dhe detyrimin ushqimor. Po, detyrimin ushqimor, po. Kujt ja jap detyrimin ushqimor? Ja gruas time që nuk di ta përdor lekun, apo t'ja ti? Mos e prish gojën këtij personi që më shan mua me personat. Kundër, ëh? Kush do kujdeset për atë fëmijë? Ti ke drejtë e plota. Adiel, më dëgjoj dhe pak të lutem. Ti ke të drejtat e plota si një baba të vendosësh në merak për djalin nëse ai vërtet nuk jeton në kushte të mira dhe nëna ka probleme dhe frika jote që partneri i saj nuk mund ta trajtojë mirë. Padyshim ke të drejtë se je baba i biologjika e fëmijës. Po, kam të drejtë. Kam të drejtë. Një vendim gjykate duhet zbatuar atje. Unë do ta bëj dikë pritet tek atë. Ti tash po fëmijë zonja Odeta, vjet për shumë këtë vit në shkurt, ishte 14 kg gjysmë çuni, po ta marrë sot e kësaj dite, çuni nuk i kalon dot 10 kg 11 kg pesh. Çuni kur i thot psikologja në zyrë zonja Odeta, sa numra shumë nuk e di një numër një që i kanë qenë të besohet. Kur vajta në buret zonja Odeta që mos për shafe, ishin ato sociale babi, ke gran shumë shkjo babi, do të çum që ti sot afa. Të besoj ty që dola, ja lësh atyre zonjave të bashkisë buret. Se Evidona Dedja ishte një gjë tjetër, edhe dola në një supermarket aty afër në Spali dhe mora një qumësh për fëmijë, nga ato me vitamina shumë dhe piskot, e pili gjithën djalin, të ju mbushë sytë me lotë atyre grave, duroj ta mirë djalin juve thënë. Të besoj për Odeta që aty të ka invalid ajo me kartele dhe dikush thotë që gjithë janë me kartele? Po, çfarë janë ta njerëz Odeta? Gjithë botën të afër si do të thotë, Ajo që po... Çfarë janë ta njerëz ka votuar të futën thike pas shpinën? Ajo që unë po kuptoj është që ti po konkur të marrësh kujdestarinë e djalit. Ti kërkon kujdestarinë e djalit. Pikërisht këto shëndime, vetëm kështu qetësohen gjëra, qetësohen edhe gruas do të shpesë ardoj, a e ti ke ti leve. Sepse kështu nuk u ka qetësim për asnjë. S'mund ta lëm fëmijën që i thot fjalë të dyra. S'mund ta lëm fëmijën me atë person për i shkatruar familjen e vet. Se historia tregon më shumë se sa momenti. Si kjo zonja psikologe në moment që i bëra konfliktin me person në fjalë që më ka bërë gjithë këto, edhe ajo në fund e buri që është më edhe në pune. Evidona, edhe djalin e viziton në një specialist. Kur nuk solli një raport, një raport nuk solli, që djali do raport si e ka të nivelin e gjakut. Atë ta me mizën. Nuk solli një raport. Si nuk solli një dejtë nga një kopsh ku jeton në Durrës, unë lidha me kopshi aty dhe më tha 4 ditë e fluri këtu dhe s'ka bërë as pagesas që ka ikur. Çfarë janë ta njerëz? Po si ka mundësi zonja Odeta, që në konflikti tregoj diçka tjetër se kisha të shkëtar nga burreri, ku gjykata si pranon dhe mbulton. Po. Për këto raste të tilla, gjykata nuk i pranon këto raste për ndalje dhe datën 21 tetor, kur na mori policia në Korçë, dhe ishte djali aty. E vende me dorë babi tim, edhe nuk e din ajo. Edhe aty djali ka kërkuar bukë, se djali ka qenë picat edhe gjiro, sufllaqe. Po. Policia të gjitha janë kamerët aty, e i tha ajo që nuk u kam lekë në bukë. E ka marrë dikush aty bukë. Pastaj një diçka tjetër. Kur kanë ikur ata që kanë ikur për Tiranë, se s'kishte fugon nga Korça, se vajti bom pas ditën, data 21, nuk ku kishte për Durrës në Tiranë, ka qenë fugoni i fundit. E i ka marrë ky personi 20.000 lekë një taksixiu. Taksixiu që sot aty në psikologja, afër zyrës, sa te takova e gjena. E kishë marrë 20.000 lekë të s'kishtë lekë për rrugës. Si do rritë e këtë fëmijë me zonja Odeta? Kishë më thoi, si është mirë fëmijë të rritet me mua apo me ka njërës? Jo, nëse kushtet janë kështu ti ke të drejtë. Kam respekt, unë nuk punoj si Shqipëri, si Greqinë, ose kam problem punë. Që zotin nga në shëndetje, po jo të mi bëjnë të gjera, ka vërta. Si më bëjë fëmijë ti mua këtu, më kuptonë? Adiel, por pse Elidona hakmerret me ty në formën më të keqe të mundshme, kur në fund të gjithçka ishte ajo që të tradhoi ty, ishte ajo që iku nga ty dhe nuk i bëre ti këto gjëra? Pikërisht me zonja Odeta, këta njerëz janë me të dobët, kështu edhe sa më shumë pranët i bash, edhe fali se po sa të provoj. Fali e zonja Odeta ku doli me ty. Çe nuk mos thoshë që bëra gabimin, i kërkoj falje do apo familje bashkëpunë. Këtë fjalë se kishte. Po ti akuzon ndaj meje. Ti sot të morru dy kredi, më shiti një base, këtu e kam e. Po krediti për qatë syre, se çdo gjë që do të një arsye. Krediti morru në timin Itali, se kishte një dikjarë.
Mirë po në moment që mirë me thoshte si kim se të shikte efekt. E ka pasur qëllim të keq para shumë vitësh, se po i zbulojnë gjitha në kuptona. Atje. I ka munguar në një gazobja, jo, i ka munguar në një robatja. Po dhunës ka pas, se unë jam kundër dhunës që. Ndalimi pak. Po të pi një shpi, po të pi një gotë, po punoj me kolegët të punës me njerëzit, se njerëzit. Adjel, ndalimi pak, ajo të ka denoncuar për dhunë dhe shpajisur me urdhër mbrojtje. Çfarë ka ndodhur? Po, për dhunë, unë ishëm në Greqi. Dhe ajo të denoncoi? Po, me covë, në Burel. Po, policia Bureli, si s'foni informacione nga policia i Korçës, si i vend ke polici shumë, si i vendim në e Burelit, pa që njeri prezent. Ju keni qenë të ndarë, kur ajo të Zonja Detar. Po. Si ka mundësi, datën 13 mars në isha Greqetona nga Greqia, so për e gjyqi për unë mbrojtje ta miratonin apo jo, e unë e kësha plan të vijë në Burel, datën 18 madis me lejmëruan për e miratonin, si ka mundësi të lejmëruan fare? Si ka mundësi? Por ajo të ka denoncuar, Adjel. Shkakon një familje këta njerëz. Adjel, më përcakto dhe kohën, ajo të ka denoncuar për dhunë dhe shpajisur me urdhër mbrojtje kur ju keni qenë të ndarë, ajo kishte ikur prej teje? Po jo, pra të jo të të denoncovi se shuan për diklinin e babës së vetë, në kupton, në Xhemal Degja, në German, në Burel. Pra ju nuk ishit të ndarë kur ajo të ka denoncuar? Jo, pra të jo të ne që marrënet mirë, e kësha në shtiu, do shkoj për diklinin e dhe shuan ne, në kupton. Ja ka me vizita të djalit e asojnë e privat një shëtrori. Për pjesën e misë të theksuar që kanë, djalit ajo, data 1 shkurt, unë jetën datën 13 shkurt, kam ikun datën 18, atër dite ka përse dhe babit e një të na. Më kupton që është bërë, prapa kave. Por pse ka... Qiti me ty presa, kjo është edhe të një prapa kave, edhe e për në besë. E ka shkiru besimi dhe bukin. A ke mundur do ti të flasësh me ish gruan tënde kur ndodhen të gjitha këto gjëra? Po, fola, shkurt, mars, prill, maj, qershor, i ka kanë hapësira kudo që të duash i kam thënë të shkojmë vende të djali, nuk më kanë hapësira sepse kështë këtë personin tjetër. Edhe kështë kanë e për mua vetet. Fjalla fjallë në zirë, po gjithmonë për djalin i ka për mua vetet, gjithmonë. Por çfarë të ka komunikuar, çfarë të ka thënë Elidona? Sepse në momentin që një burr shkon në emigracion, punon për të mirën e familjes, për mirëqenien e familjes, për të rritur djalin, për të mbajtur gruan, dhe gruaja e tradhton dhe ikën me një tjetër dhe denoncon dhe për dhunë, kjo është ekstremi. Kur ti jo i kërkove llogari, por kur e pyete që pse ma bëri këtë gjë, kur unë të kam dashuruar, çfarë të tha ty ajo? Po çfarë si bëra me otet, gjithë mesazhet e bukura, gjithë ato me rrethuse ta lekë dërgova në mars, isha në martësi në mars. Në qershor nga Greqia të gova ta lek, se me tha dojnë lek për djalin. Po. Për që të në zënja dhe ta se dhe një gjë nuk thoshte. Jo unë aty isha, jo unë të vazhdoj jetën para, jo unë dhe me lundu. Ja vetëm fjallë për tila, po të vazhdoj që të shalu t'i në mua. Ja kështu, sepse më sheqen me kypë përnda. Qëtë na ime shumë dhe nuk di, nuk është mirë nga vida. Nuk është mirë nga vida, si ka mësi mere një gjykat një policinisht të kretë për pasoj. Si ka mësi, peset nuk edhe një gjyqë. Si ka mësi të fitojnë? Jo, pa, e më fitoj, jo. Mos e qaj fitore, Adjel. Për nënë, për babana, jo, po zë një dita. Po si ka mundësi, vinde motra, si të durata gjithmonë, vetëm dashurin kemi durua, vinde e durata e si të. Po si ka mundësi të mika e mone e titrit, dhe t'ja telefon titrit, ma akuzojnë nënën, babanën, motrë. Po qaj e këta njërës? Këta që për traltojnë këta njërës, ka që të do, fizikisht, këta dhe mbarazuar me zeja. Kur janë të sumur, nëse martohen, një marëm qatë njësit dhe fëmijë. Për qatë syre? E ka qëllimi vetë në fëmijat të pëtorin, e të shtyni jetën. Po jo, ka se në kështë jetën. Dhe të punosh, jetosh me të mira, me të keqen. Kjo është jeta, dhe të rëmbarësh të vdeka, me hërimet, me svete. Jeta kjo është, në cekë cila është jetë. Jeta telefoneve është, jeta telefonit. Si ka mundësi? Dhe të pojnë që përbe unë ajo në personon familjen time, po bashkë një personale kur i shajnë basaj, dhe për telefon më thonë pëse në shumë. Po që të dhe se faleminderit? Jo, faleminderit nuk mund t'i thuash, Adjel, por mos përdor të njëjtën monedhë. Tregohu ti më i zuar dhe bëhu ti qytetar. Unë zënjo dhe ta kam reaguar shumë mirë e jashtë mase, së unë kam edhe durimin, e pjesën e nxenjes, të gjitha unë kam vepruar shumë mirë. Me shumë kanë të bukura shumë të mira, por ajo nuk është bashkuar në nasi drejtim për pjesën e shtëpisë. Ajo ka punuar kundër shtëpisë troç. Se di nga i vekë i natë, se di do shakëshoj nga tuar, do shakëshoj nga berë zoti.
Adiel, unë jam vetë grua, jam vetë nën, dhe dua të them diçka, që sepse the kështu i ka bërë Zoti, e ke fjalën për gratë, që janë tradhtare, tradhtojnë. Që ka bërë Zoti njerëzit e kanë fjalën. Jo, po dua të them diçka. Kështu i prej Zotit. Adiel, dua të dal diku tjetër, Adiel. Adiel, dua të dal diku tjetër. Nuk jam këtu të mbroj gruan, sepse dhe gruaja gabon, dhe gruaja tradhton, dhe nuk jam këtu të mbroj gruan dhe të dal kundër burrit. Nuk e bëj kurrë këtë gjë. Jam gjithmonë pro së vërtetës, pro gjës së mirë, pro familjes. Për këtë jam këtu. I dashur Adiel, unë mendoj që një grua, mendoj unë, mendimi im, një grua që tradhton burrin dhe ndihet në faj dhe largohet me një tjetër, normale do fshihet. Jo vetëm, jo, mund të fshihet nga frika, padyshim, por nuk mund të hakmerret duke ditur që është vetë fajtore. Nisur nga eksperienca ime, Adiel, të gjitha gratë që janë tradhtuar nga bashkëshortët, që ata i kanë keq trajtuar, kur janë larguar, ato janë hakmar duke mbajtur peng fëmijët që baballarët mos i takojnë. Pse Elidona po hakmeret me ty në të lloj forme, kur ka qenë ajo fajtoria e prishjes së familjes, nuk keni qenë ju fajtori? Hakmeret, e di përse hakmeret ajo, sepse s'ka vizion dhe janë. Ajo nuk e di çdo të thotë babër, nënë, familje. Ajo flet në njëre, kur është momenti saktuar në mirë. Po jo, ajo babë dhe nënë e di se ka patur familje. Ajo, i zonja Odeta, nga që është pa mundur, a mund të ketë dëshirë të punohet, por nga që s'mundet, nga që s'mund kanë të gjithmonë nuk e mua, mos e vetë më në për asnjë gjë. S'kan të them tjetër mu. Lekët si kanë munguar, unë i kam me fakturat të gjitha. Të gjitha ka të deklaruar. Të gjitha. Ajo e kanë sepse janë njerëz në horizont të vogël, ku ka mision, edhe atë pjesë tru që kanë, e përdorin gjithmonë për interesat e veta dhe të bëjnë keq diku. Edhe kur bëjnë keq, lumturohen. Sepse nuk mundet të gjëra të mira mirën e vet. Edhe gjithmonë mbështeten diku tjetër. Ja që funksionon me ndihmën e saj. Adiel, mirë Elidona, mirë, edhe të bëjnë mirë të kishin gjatë jetës. E qartë, Adiel, mirë Elidona, e qartë, hakmeret me ty në këtë lloj forme duke penguar fëmijën. Unë po ndashur atë, le të ketin në grup për sa rëndësi. Jo, desha të pyesja, se më bëri përshtypje, kur më thej që babai e mori nga mua, që ishit burri zyrtar, le të themi, i martuar ligjërisht, dhe e çojti një burr tjetër. Më duket e pak të kuptueshme. Është e vërtetë, kështu se edhe në gjykatë të di, kur kërkovi urdhërbërti ka qenë bashkim me këtë. Ja ka dhënë telefon ty e më thotë ty me shari, më thotë ja djalin ku e ke. Do më takosh mua, pastaj do takosh djalin më thënë. Ka qenë tani urdhim mbrojtjes i dyti, në datën 27 shtator, unë isha në Greqi. Ky person. Që unë isha në punë gjithë ditën. Po tani Elidona, tani se s'po e kuptoj, se Elidona që ka pajisur me 2 urdhë mbrojtje, urdhin e dytë të mbrojtjes kur e mori, kur ishte me burrin e dytë? Po, më datë 27 shtator. Unë se di ku jeton me zonja Odeta. Si o pajisur me urdhër ajo? Prandaj po të pyes. Ka qenë dhe policia Borelit aty, pish më urdhër mbrojtje, kish një fjalë i thash. Përsa rritet deri këtu, se takova dhe një qershor, tani pas 4 pikjeve, 10 minuta, ishte policia Borelit. Pra, ajo ndihesh e kërcënuar ndaj teje dhe prandaj u pajis me urdhër mbrojtje të dytën. Po nuk e di përse u pajis, pra, ja jep gjykatë e dibrës, nuk e di s'ka e ta njerë, sa më ka thënë që kam ta njerë. Po këta kur i mësojnë nuk i shu, këta ke naqe, nuk e di ku i benda. Si ka mundësi të vej, e martuar, të vej me burr tjetër, ta marrë fëmijën tim, e me teatin e vetë, kërkoj kur të mbrojtje ndaj mua. Që ne kemi mbajtur si mos më mirë. Po si ka mundësi, kur së muret ajo në shtëpi, më mbaja kujdesshëm. Babi vinte jam i ilaçe në qytet. Ngrohtë ftohtë. Po si ka mundësi, sa që më thoshte për lekë, thosha sa duhem të thoj mua. Po si ka mundësi? Po si ka mundësi të marr burr tjetër e të vetë kërkoj kur të mbrojtje ndaj mua, të më kërcënoj ai mua me telefon tim, edhe në sytë të fëmijës tim. Po si ka mundësi të më thotë fëmia mua ka qenë me qershor, edhe marrë prit. Babi më merr, hajde sot, e ka marrë telefon nga dorat në shaje. Edhe ajo goja e të zverdit aty. Si ka të drejtë ka të rritë në fëmijë. Këta duhet me përgjithësi ligjore. Po ligjore nga mua nga Perëndia, këta ta pësojnë, se sa mos. Si ka mundësi të përvij 5 herë në gjyq të fshihen, e të fitoj djalin ajo, po t'ishte mirë zonja Odeta ajo. Nga Shëndeti, ishte shtëpi me prindrit,
Unë ai planet fëmijë, vija një në muaj 100.000 lekë ose 2 muaj se ka thonë si risë më kurta. Ja lija fëmijë, se kam thënë dhe e gjykatës e thashe psikolog lesë. Ja lija fëmijë. Por nuk e që gjendje një. Ju jeton me një person që ka histori të keqë, ka shkatruar familjen e vetë. 2. Plus në shtëpieshe dhe diku shkike. 3. S'mund jetoj fëmija me këta, s'mund jetoj fëmija me këta. Se kjo e do fishtë të marrë në ndim ekonomike, ky personi ka qëndime të tjera, ky mund të avrasë, mund të shesat fëmijë, ti unë, se kjo ka qenë në Burg. Së ne ka marrë të dhenë. Kjo policia shqiptare, me të dhenë me person që ka konfliktunë, po kjo gjykata, për loge, që tha, deri ditë me të para fundit tha, po ju do ta militari, se kështë e thënë editona që mos punoj do, ditë me fundit kjo, e që novi që editona që madhe me punë, edhe t'ja për shumë vizitë. E që ku t'i marrë të mirë qenë, po ku do jetoj djali? Po ku të smurët editona në rrema? Ku që do të qënë djali njësë, do të qënë kyrë, që ka qenë burg. Adjen, i qatë, kuptoj me rakun tonë dhe arsyet që pse ti kërkon. Vetëm nga një nga editona, mendja e ngushtë e editonës, që do të bëjë vetëm keq, se ne janë në mua që dhe e ka marrë sërtoj, edhe jo tjetë shqipë. Se gjera do me nduar gjame, po dhe ta nuk do me nduar për i moment, se jeta shë e gjara. O që ta rita të fëmijës? Ta shumë fëmijës dhe jote, mirë. Ta shumë fëmijës, duke se fëmijë 2-3 vjeç. Adjel, të lutem, duke ditur që Elidona të ka denoncuar, shpajisur me urdhë mbrojtje, ti nuk ke më kontakte me nënën e djalit tënd, ke mundur do të flasësh me Ishvjerin? Ishvjeri nuk flet fare telefon, e babi e ka kërkuar shumë, nuk përgjigjet ai. Ai është me kartel. Si me kartel? Po, pra është invalid me kartel. Por pse i nuk të ka dashur asnjëherë si dhëndër? Ka njështë të keq mori, nuk e di, tërbotët e pa, se do njeri, askush se do, askush. Me fakte, me prova, askush nuk e do. Përse më marrë në qapën, kur janë të smurë, përse më martohet? Për shakë që e martohet? Kur themi të sëmur, ata kanë probleme me shëndetin mendor. Kemi të bëjmë me njerëz që kanë probleme me shëndetin mendor. Po pikërisht, kanë probleme zëndit. Ka probleme, po ndaj ndodhin gjithë këto, se s'mund të ndodhin këto. Një grua normale mund të trautoj, po s'mund të ndodhin gjitha këto. Veri, ka traumatime, lloje mënyrësh, po jo në këto formë të tillë. Ti që për ditëlindje, ka që paratartojnë këta qera, se janë të paastër, nuk u kanë në mbështetje, si dalën do t'i të sërfat jote, po të i paratartojnë qera, të kuptonë. Kjo është paratarti, dhe që s'mund të ndodhin, i furi, edhe pasaj ta fritikin të prova shpirë. Të bezin e bez, të shenjë besimi, e të shani gjithë fisi. Edhe kur fillon një shanë pasaj personali shqipar, jo njështë të tjerë, fënja më shanë. Po të shanë të t'i fegun? Të njëzë, në që duaj jetë më parë të djallë? Si të më rritet djallë mua rruve me privilegjet? Ma i du, të zdi të flasë i fërë të mjere. Si të më rritet mua djallë me këtë nënë, kur kjo s'ka punon asnjëri, ka të gjitha tu. Ne më shpego parë. Të thisha janë gjera, shumë të thisha. Po ne gjykata duhet ta shikojë atë vendin. Po s'u e ke apeluar vendimin? Jo, derisa ta apeloj unë, apeli unë më intereson, se jo deta apeli zgjat 2 vjet deri në 5 vjet. Nuk mundet, është gjë pa mundur ajo. Është gjë pa mundur, nuk kupton. Është pa mundur, sepse nuk është gjë të 53. Derisa dal apeli, edhe unë si për ta fitoj, se unë kam 100% që ta fitoj. Kemi bëjt 10 vjeç, 10 vjeç kemi ngejnë nga pa, të kemi jashtë masë nga pa. Dhe më pasaj apelon vetë, që ishte të fitojnë dhima ekonomike i gjatitës. E respekton Elidona, të lutem, Adjel, e respekton Elidona vendimin e gjykatës për të drejtat e takimit? Po s'ka filluar drejtat e takimit, sepse gjykata mbaroi datën e të në tonë, 5 ditë para, 6 ditë. Dhe letra më avokati sa dalë vendimi plotësisht. I qartë. Po që takimet janë ato 2-3 në muaj 4 të prendesh mund ditë si dhe ende nuk është zbardhur vendimi, e qartë, e kuptova. Por nga momenti që ja ka ikur deri më sot, të ka lejuar që ti djalin të takosh apo fare? E ke takuar siç më them duket 1 herë apo 2 herë? Më 21 prill vajta të Burrel, mora i makri bashkë me babin që na fatë anë nuk u na nxoi. Vajta e policisë Burrelit nuk më bën të mundur, se të respektova vendimin e urdhit. Ka qenë në pikë, pastaj nuk e takua. Vajta 26 që e shor, nuk më nxori. Më tha janë Tiranë, vajta në Tiranë, pastaj më 27 që e shor, më tha janë Burrel. Vajta pastaj ka Burrel më 28, 10 minuta kanë takuar tani. Po
Ditën 27 që vajta 26 më tha avokati denoncojë. Shkojta në polici Burerit nuk e pranoi denoncimin. Pse nuk e pranoi denoncimin? Nuk e di se anë të libër, nuk se di djalin, thash, e sonë në familje, nuk e di djalin. Sa që ndodhe me djalin? Pastaj zonja Odeta, më fali se kur shkojta në Tiranë, data 27 më tha kjo që në Tiranë, vajta në Anopeja, përgjësia në kyqyris policore, e ke përsysh? Po. Vajta në Tiranë që si isha dakot me fjalët që më tha polici Burerit, pjesën e djalit. Se shkojta, edhe se pranon denoncimin, e sonë djali këtu për detinën e gjyqit edhe nuk e di ku ashtë. Po. Në tha do me revimi me punë. Pastaj kështu rodin gjave, e datën 29 gusht e takuam me ndihmën sociales. Ja, kjo njëra dhe një Pra, me dëshirë edhe psikologja që e bëri këtë takim tani, po psikologja pas shumë tentativave. Pas 4-5 herë, se asoj janë mbyllë dhe psikologje, si kjo Elidona më kupton. Po prandaj të pyeta që Elidona si një nënë e devotshme nuk pranon që ti të atakosh djalin, vetëm nëpërmjet institucioneve ti ke mundur dot të atakosh djalin. Po pikërisht, po, vetëm me institucionet, vetëm kur e marrën telefon policia apo e institucionet, vetëm më herë sa po tani ishte lirë, po kupton me fjalë ajo vetë. Një zile. Pra, frika jote më e madhe është që kur të fillojë të zbaret ai vendim dhe ti do kesh datat e caktuara për takuar djalin, ajo do të pengojë. Ky është meraku jot më i madh. Jo do më pengoj, jo do jetë. Unë shpranoj fakte të rritë djali ime i kriminal, shpejt, thjesht. Më kupton. Unë ndryshe nuk duroj dot ose një rrita. Më rritë djali po me person që përshën në baban, në sy të fëmijës tim, me telefon që kam bërë sa i po të ishte i denjë, familjarë, tema dhe familjen e vetë. S'ka lidhje me fëmijën tim. Kjo Elidona, po t'ishte afte e zonja, dhe t'i tonë dhe vetë më shpik në teshte. E kjo ma që nuk eshe afte, më shte të në ka njërë, se ma probleme. Më dëgjoj. Nuk e ka dojë do, fakti. Ndryshe, nuk e të të mbërgutatë, se s'ka mënyrë tjetër. Adjel. Dhe vetë djali me një kriminal. Adjel. Kjo gjykata, si të më të parasysh të një gjara me zonja Odeta? Kjo zonja psikologi të tha punon, Elidona, kura jesë punon do. Adjel, mund të më dëgjosh pak me vëmendje të lutem? Po. Nuk je as i pari as i fundit baba që ke të tillë problem. Kur bëhet fjalë për fëmijët, të gjithë prekemi. Padyshim, jo ti që je babaja atij djali. Unë e kuptoj merakun tënd të madh. Frika jote më e madhe që ai djalë nuk mund të rritet në kushte të mira me dy prindë të devotshëm. Flas për nënën e tij biologjike, por edhe partneri i nënës që në një farë mënyre e pranon apo nuk e pranon ti, do bëhet si një baba për atë. Unë e kuptoj që... Odeta, të lutem shumë, po s'ma përmend atë person që ti baba i fëmijës tim. Të lutem shumë një, dhe dyta, ai ka fëmijët e vet. I ka të rritur, ka familje të thurë, po ti shaq. Adjel, nuk e baba, ai ka të drogaxhi dhe ma shumë dhe ke cënus. Adjel, unë e kuptoj që i irrituar. Jo, kjo është analiza e vërtet, se ka qenë i dënuar me vërtet, nuk e them unë. Unë bazohem diku pa e them zonjë Odeta. Patjetër, dhe bëre mirë që e denoncove, nuk jam policia shqiptare. Nuk marrin të dhëna me zonjë Odeta, po vetëm kur ndodhin gjëra të mëdha apo sa i ngretë kanë gjithë shteti. Adjel, të lutem. Është që familja ime të vuar, era dhe djalim nga mendimet e Elidonës edhe nga mendimet e këtij personi. Për çfarë arsye? Ku lind arsyeja? Adjel, nëse ti i fakton të gjitha ato që po denoncon ditën e sotme këtu në live me Odetën, ke plotësisht të drejtë dhe jam me ty, por desha të thosha këtë gjë. Duhet i pranosh disa gjëra sepse kështu është jeta. Ti nesër do martohesh dhe nëse e ke ti djalin në kujdestari, ai djali jot atë partnerin tënde të dytë mund ta thrasi dhe nën. Por çfarë duhet të bëjë Elidona? Pra, Elidona, duhet ti pranosh disa gjëra dhe ti kuptosh që kjo është jeta dhe kështu ndodh. Kur dy persona, dy partnerë divorcohen, fatkesisht ai fëmia apo ata fëmijë do rriten me njërin prind dhe me partnerin e prindit. Se kështu është. Po si, ne shumë për ditë lindje dhe ajo mori djalin vjeton vitet tjetër. Ku është fare dëgjuar në histori botërore, në këtë fazë, në këtë veprim që bëri kjo ka ndodhur ndonjëherë? Kështu si që bëri, besoj të ke ndodhur. Po kjo është shmenduri, po kjo është jashtë njerëzore. Tani si logjikon të këta njerëz, si logjikon që janë në rregull nga mend, janë pa aftë, janë fizikisht të plotë. Si mendon ti zonja Odeta? Jo ti edhe unë, po dhe një fëmijë ti thosh, do të thënë atraktiva, ta njerëz barazojnë me zero, ta barazojnë me zero.
Të lutem, më dëgjo, unë me Elidonën nuk e njoh, ish gruan tënde, ka qenë vetëm këtu një herë në live me mua dhe ka treguar historinë e saj, problemet që kishte me ty në atë kohë. As ty nuk e njoh. Dhe të fishë kronovi pak faktin shumë, e pas e të me akuza. Absolutisht. Po si ka musin e zonjo deta? Edhe gjykatën së kur e mori me qapa gjysh. E shafë me gjyqetatën me psikologë me avokata. Vetëm se hejmë me përja. Adjel, ti ke të drejtë. Elidona ka pranuar që ty ka dashur të tradhtoj. Ti ke të drejtë si një djalë, absolutisht. Pa pranuar edhe dhuni që s'kam pas, edhe i punën që s'kam punu. Ka pranu dhe këta. Po, e ka thonë në live më odetën që nuk ka jam e dhunuar, vjeri me vjera më respekton, por thjesht unë gabova dhe u dashurova me një person tjetër. Dhe prandaj u habita kur ti më the që Elidona më ka denoncuar për dhunë, kur ajo ka thënë tjetër gjë, këtu në live më odetën. Po pikërisht. Por, ajo që dua të themi, dashur Adjel, është se duhet të respektosh ligjin. Nëse gjykata vendosi që Elidona të ketë kujdestarin, Elidona mund të jetë një bashkëshorte shumë e keqe për ty, por jo një nënë e keqe. Në rregull. Po gjykata që vendosa mbaj nëna, po cila nënë? Elidona, cila nënë? Ajo është nëna e të fëmije. Po Elidona ka punuar në jetën e vetë, ka bërë një pison të këtij çuni, në një palë rroba për ditëlindje për festa? Po mirë, Adjel, fakti që ke punuar ti dhe s'ka punuar ajo në atë kohë, nuk bëhen kështu llogarit. Po tash që do punojë, kush do të punojë? Dashuri, dhe do të punojë ashtu që ka praktikuar fëmijët e vet, prita që të bëjë analizat në fakt zonja deta, më kupton? Kush do të marrë zonja deta, ai personi që më ka shënuar mua 30 fëmijë im atë, që i mori 20.000 lekë shoferit, i thashë gjykatës s'kam dëshmitar. Jo, Adjel. 20.000 lekë ai për tikun në Tiranë, se s'kishin lekë. Ja më thoj pak. Mirë, nëse situata është kështu që, si që tregon ti, okay, ke të drejtë, por ai fëmijë do rritet nga nëna Elidona dhe nga kontributet që ka vendosur gjykata për ty çdo muaj që t'i japësh për atë fëmijë. Kështu do rritet ai fëmijë. Fatkeqësisht. Po nuk rritet dot po zonja Odeta, se Elidona është e paaftë, më kupton? Elidona është e paaftë një. Elidona akuzon njerëzit e mi. Ajo ja dha telefon që kisha blerur në 200 lekë, ja dha personi që mos e njeh fare, më doli dhe më personovi. Që ta shkush je ti. Djali mua më ka thënë babi më meri ka sytë nxjerrë në fotografi, djali em rrezikon është ti. Rrezikon. Jo, nëse djali është i dënuar, sipas ty. Po të vjen shtëpia ime kushtaj. E jam mund të telefonë dhe më shohën në personon e mua. Pas të kulmi. Mund të them fotografi, s'kam më tjetër. Unë nuk kam sqilë për një atë. Unë psikologë ti dhe që punon. Ajo pa që ishte 1,40 cm, ajo pa që ishte 25 kg peshë. Doja psikologë sa mbi katare, e telefonatën ajo. Nuk të përgjigjemi thosh. Unë i përgjigjem në gjykatës policisë vetëm kështu. Derisa i bindi zonja psikologë. Po atë zonja psikologë ka kopja, ty duhet unë provova 300.000 lekë. S'kishin lekë të vini këtu. Adjel, kur e ke takuar për herë fundit djalit para sa kohësh? Data 21 tetor, ditë që u bë konflikti me një person që dole të bëj. Edhe zonjë psikologë i thash, të lutem shumë, nuk do t'i ke marrë, si ti ku me papi në mamana, edhe papi mamaja se ta kondër djali, sepse zonjë psikologë e tha, largohuni. Normal orë largohuni, se kështu është ligji. Ne tash ligjin e respektojmë, familje e punëtore jemi, ditë të falem, ditë na falem. Shikojmë jetë përpara, nuk i vjen në hak njeriu, a letra udhëtimet jo, kundër punës jemi. Tani këta i vjen të gjitha. Adjel. Tash i na provokon edhe një kapim të bëjmë ne, zonja Odeta, edhe tu më punë edhe djali, edhe të kemë stres unë, të kemë stres mamajna, të kemë të bërë stres, edhe djali të vojë, ko jo pra, kush ka përgjegjësinë këtë rast? Kush ka përgjegjësinë këtë rast? Se i thot mendja e Elidonës tani edhe të vojmë ne, e ta përdor djalin në sikur shau. Po jo pra janë gjëra të padrejta edhe nuk janë njerëzore normale. Si ta thoj kodin e familjes ajo ti, edhe nga burrë 5-5 tonë. Edhe e mori i jati dhe qobi tjetër. Dhe vitën vetët asit e djali në kosh. Përse e përcolla ju? Përse vinë me djali ti? Përshot syve? Apo s'dita i cili, do nësone ti, nuk dita i cili. Adjel, t'ka marrë malli për djalin? Po më ka marrë me zëra dita, a ju me vjetë mua. Nuk e dua jetë, për atrosh. Nuk e dua jetë. Më shumë polici ka bajtu. Nuk e di djali, që kur më personohu i kjo. E më kjeshe kam shanë, po këta e kam shanë. Këta, s'ka pasur lidhë unë asme në asme do pasur, s'ka me dhe fare. Kush ma futin në jetër ti me mua? Ma futin kjo. Se kjo do të më nga trojë mua. Të më vrasin, të më eqim qafër, e të mbajt djali nga të qitoj një me ekonomie nga shteti.
Me këto dhe qëllimi, se shumë sotën. Se po shkojmë dhe drejt fundit dhe dua që ditën e sotme të përcjellësh një mesazh për ish gruan dhe partnerin e saj. Jam i sigurt që ata do më ndjekin dhe jam i sigurt që Elidona do më telefonoj. Mesazhi vetëm është të Zotit ja marrë jetën sot dhe të shtoj dënim. Si? Zoti Allahu t'ja marrë jetën dhe të shtoj dënim dhe familja ime. Adiel, të lutem. S'ka mesazh tjetër, gjitha ja kam thënë, edhe aty si njeri si burr, se unë burr, kur e them fjalën se i thej. Nuk jam puna sërë nuk sa zizë janë dhe. Po Çka ti të punë atyre? Le të bëj, ose janë detaj, të rinja le të bëjnë vëjtitë për i kanë dash. I kam thënë edhe të rinj jemi. Lema djalë mua takoj sa tuash. Shumë qetësoni kam thënë. S'kam pranuar. Mirë, Adiel. Çfarë syri do të alentim pa shumë ky, pa nxjerrë të qytetit. Jo, e do nëna, e do Elidona, se nuk po themi për partnerin, është nëna ajo që e do. Siç po këm ngul ti, ta marrësh ti kujdestarin, ashtu këm ngul dhe ajo ta ketë ajo kujdestarin. Është e kuptueshme kjo gjë. Unë munde, po jo nuk munde. Po jo të flas me dy njerëz ose jo, ta kupton të kujtim. Nuk di të flas me dy njerëz. Ajo s'di sa bën 7-3. E kupton. Adiel, mos haro ka qenë gruaja ime. Po nuk di më shumë ta se trunë e kanë sa i thënë gruë. Sa ti respektosh, më shumë ti më qaf. Sa më shumë ti duash, aq më keq ke. Sa më shumë ti gjithë botën ja apish të gjeni problem. Janë natë shumë. Jo se është problem. Janë natë, edhe që kanë trunë. Mirë, unë nuk e po bëjmë ti, vere ti zonja Odeta, vere ti, vendin tënd në ndihmë të pozicion të ti. Totalisht fëmijën ti me dikë tjetër të shajë ty personalisht në familjen tënde. Edhe kjo çanime të pa para. Do ta lihet do ti thjesht fakti kur të shon mendja që ku po rritet ky fëmia im, do ishte çelëti. Jo ti por edhe për ty, për të gjithë. E qartë, kuptoj. Prandaj ditën e sotme ishe këtu në live me Odetën për ta bërë këtë denoncim. Unë të falenderoj Adiel që të pata, të uroj të zbardhet kjo e vërtet, dhe nëse kjo e vërtet, sinqerisht, është kështu siç e thua i ti, gjykata duhet të marrë masa. Padyshim që ai fëmijë i sigurt. I kanë në telefon, kanë dokumenta, që gjitha janë gjykatës, ata s'kish as edhe një gjë. E të mos rikë njeri. Me këto tratime, me këto akuza, me këto fshehje, të mos vini gjykatë, pa një dokument, pa një gjeta, fitoj të kesh absurde. Do shta zonja psikologi ka bërë, kish prinati, po s'kish lidhje ajo që ndodhi, me kishtë e ati. Nuk e di nëse, Adiel, nuk e di... me kujdestarin e planiti. Adiel, nuk e di nëse ke diçka të fundit për të thënë, përpara se të themi mirupafshim. Ndoshta një mesazh për institucionet? Po, dërgoj një mesazh për institucionet, që ta rishikojnë këtë. Edhe kështu që cojnë gjera dhe në të marrë djani, se unë kam shpinë, kam prindrit, unë punoj, zvaj nga shëndeti nga asë një gjë. Nësa goja ime thjesht nuk mundet. Thjesht nuk mundet e nuk e ka me do fakti që të rritë fëmija ime aty. Në ata person. Uroj të bëhet me mira për 6 vjeçarin, të falenderoj dhe të përshëndes Adiel. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e live-eve të mia, mund të më telefononi në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram apo Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori reale shqiptare, histori njerëzore, histori që vinë jo vetëm nga territori të Shqipërisë, por edhe nga diaspora kudo ku ka shqiptar. Faleminderit miq që më ndiqni. Ju përshëndes të gjithëve dhe ritakohemi nesër.